Qindra qytetarë nga qytetet ndryshme të vendit janë nisur drejt Tiranës këtë të martë për të marrë pjesë në protestën e thirrur nga Partia Demokratike dhe opozita shqiptare. Nga Vlora, rreth 500 qytetarë janë organizuar nga dega lokale e Partisë Demokratike për t'u bashkuar protestës. Sipas burimeve nga Partia Demokratike Vlorë, interesimi për pjesëmarrjen në protestë është i lartë, ndërsa dhe shumë qytetarë të tjerë janë vetë organizuar për t'u bashkuar protestës në Tiranë. Organizatorët bënë dije se pritet një pjesëmarrje e gjerë nga Vlora, ndërsa protesta synon të përcjellë mesazhin e kundërshtimit ndaj qeverisë dhe politikave të saj. Por sipas drejtuesve të strukturave demokratare do të protestojnë dhe për problematikat që kanë dhe hasin për ditë në qytetin e Vlorës. Si një herë dhe si një vajzë vlonjate, do të protestoj dhe të jem pjesë e kësaj proteste, ashtu siç kam qenë dhe pjesë e protestave të tjera, pasi aty këto protesta përfshihen për shkak të jetesës së vështirë që ka dhënë ky pushtet Vlorës qytetarëve. Shpesh thuhet që Edi Rama është një person që e do Vlorën, por në të vërtetë është një anti-vlonjat. Dhe këtë e tregon gjithë veprimtaria e fundit në Vlorë, që ka hequr gjithë institucionet, gjithë dhunën e ushtruar nga punonjësit e institucioneve kundër qytetarëve, heqjen e tregut të madh, pra heqjen e bukës së gojës, më të themi, të personave që mundohen të ushqehen vetë, dhe gjithë infrastrukturën e dobët të rëndomt, gjithë kaosin që është arritur në këtë moment në qytetin e Vlorës. Vlora ka qenë gjithmonë me një pjesëmarrje të lartë në çdo protestë organizuar nga Partia Demokratike, edhe kësaj radhe të konfirmuar tanë e Partisë Demokratike tek Vlorë janë rreth 500 demokratë, 500 qytetarë vlonjatë, të cilët do i bashkangjiten protestës së ditës së sotme në orën 17:00 përballë kryeministrisë. Gjithashtu janë dhe qindra qytetarë të tjerë vlonjatë, të cilët nuk pajtohen me politikat antikombëtare, me shpopullimin, me politikat e korrupsionit të sektit Rama, të cilat janë aplikuar këto 13 vite në qytetin e Vlorës dhe në të gjithë Shqipërinë, të cilët do bëhen pjesë e protestës së ditës së sotme. Nëse Shqipëria, shqiptarët kanë qindra arsye për të protestuar, vlonjatët kanë me mira. Po jap një shembull të thjeshtë, ditët e fundit, muajin e fundit në qytetin e Vlorës ka ndodhur disa protesta, të cilat tregojnë njerimin, kaosin dhe degradimin që kjo politikë, që sekti Rama i ka aplikuar qytetit të Vlorës këto vite. Kështu i bëj thirrje të gjithë vlonjatëve, të gjithë qytetarëve vlonjatë, bashkëmoshatarëve të mi, studentëve, le t'i bashkoheni protestës së ditës së sotme për t'i